Keni dhimbje gjuri. Me këtë recetë me ithra do t'i thoni lam të mirë dhimbjeve. Në vendin tonë ithrat janë shumë të përdorura, si në gatime ashtu dhe në trajtime natyrale për shumë komplikacione. Kjo bimë është e përdorur prej shekujsh për të lehtësuar simptomat alergjive, veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni dhe pluri. Ithra, falë vlerave diuretike, është shumë e përdorur për trajtimin e problemeve me veshkat dhe të infeksioneve urinare. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta që organizmi prodhon, duke lehtësuar funksionin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti Plymouthit doli në përfundimin se ithra mund të përdoret si një trajtuese dhe lehtësuese e shqetësimeve që shkakton kryesisht edhe artriti në shëndetin tuaj të nyjeve. Personat të përfshirë në studim vuanin nga shqetësimet e artritit. Ata vunë re se pas aplikimit të pastës me ithra të shtypura, dhimbja e kockave të tyre u qetësua ndjeshëm dhe patën gjithashtu rezultate të shumë pritura lehtësuese kundër inflamacioneve të tyre. Përdorimet të tilla të ithrave do t'i japin rezultate të mira në shëndetin e nyjeve dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e ithrave, sigurohuni që t'i bëni pjesë të recetave ditore. Gjithashtu, ithrat janë të mira në lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Po përse funksionojnë ithrat kundër artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti u qetësuan në sajt të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmetues të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur ithrat konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur ose çajit, u vure se arritën të paksonin acidin urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën dhe akumulohet në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar inflamacione dhe dhimbje. Por si ta përdorni ithrën për të trajtuar kështu dhimbjet tuaja të artritit? Metoda e parë e trajtimit është të aplikohet direkt në zonat e prekura, ku dhimbja gjithashtu është shumë e fortë. Një pastë me gjethet të ithrave të shtypura mund të jetë gjithashtu një lehtësim mjaft i mirë edhe për shëndetin tuaj. Pra, mjafton që të shtypni në mikser gjethet e njoma të ithrës me pak vaj ulliri dhe të lyeni gjithashtu zonën ku keni dhimbje. Mbajeni për 5 deri në 10 minuta dhe mund ta përdorni atë edhe për të lehtësuar komplikacione të ndryshme të shëndetit tuaj. Përdorimet të tilla të ithrave do t'japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj të kockave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, përdoreni atë si duhet dhe rezultatet që do të merrni në fund do t'jenë vërtet lehtësuese kundër komplikacioneve të tilla. Nëse nuk e duroni dot djegjen karakteristike të ithrave ose shikoni që lëkura juaj do të reagojë keq ndaj trajtimeve, mund të provoni gjithashtu edhe metoda të tjera, të cilat do t'japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj të kockave dhe lehtësimin e inflamimeve të tyre. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur nga ithra do t'japë rezultate mjaft të mira në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ai mund të përdoret dhe ka aftësi qetësuese për problemet e shkaktuara nga artriti. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan 3 herë në ditë, por edhe nëse ju vuani nga artriti, është mirë që të përfshini në regjimin tuaj ushqimor edhe produktet e përshkruara nga mjeku. Ithra është një nga bimët më të mira të sezonit. Është një bimë e egër e cila mund t'japë shumë përfitime në dobi të vlerave të organizmit. Edhe më herët ithrat janë përdorur për të lehtësuar problematika të ndryshme shëndetësore. Megjithatë, deri më tani ekspertët kanë cituar se ajo mund t'japë gjithashtu edhe elementet e saj ushqyes për shëndetin e kockave, duke reduktuar edhe problemet e tyre në lehtësimin e komplikacioneve që shkakton edhe problemi i artritit.
Hithrat janë përdorur për të lehtësuar shqetësimet e lëkurës dhe inflamimet e saj. Përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e nyjeve dhe parandalimin e komplikacioneve. Hithrat mund të ulin inflamacionin. Atë mund ta gatuani në sallatë me vaj me limon, në byrek, në supa, gjithashtu edhe në shije të ndryshme të gatimeve. Përdorime të tilla të hithrave do të jenë me të vërtet fantastike. Mos anashkaloni pa bërë ndonjë ushqim, çaj ose pije ose maska të freskëta me hithra. Hithra është e pasur me hekur, kalium, magnez, vitaminën A, B, E, D dhe K. Ky kombinim sigurisht që do t'ju jap fuqinë të ndihmojë luftën kundër lodhjes pranverore. Konsumojeni ashtu në rastet kur keni probleme të ndryshme menstruale ose problemet me stomakun. Çaji hithrës pa problem mund të zhvendësojë kafen e mëngjesit. Kjo pije mund të konsumohet edhe për detoksin e organizmit, si dhe për dobësim. Nëse vendosni më shumë hithra në menunën tuaj ditore, atëherë do të fitoni një pamje më të freskët. Hithra është efikase për anemin, qarkullimin e dobët të gjakut, diarren, astmën dhe problemet të ndryshme të organizmit. Ajo mund të përdoret në forma dhe vlera të ndryshme, mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dini është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte anësore. Ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka asnjë efekt anësor, por do ju jap përfitime të tjera shëndetësore. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Por më tepër hithrat janë përdorur për të luftuar zbokthin, për të hequr yndyrën e tepërt nga floku. Sot në Gjermani, hithrat shiten si një bimë medicinale për sëmundjet e prostatës. Ato përdoren gjërësisht në përgatitjen e shumë ilaçeve kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrës përdoren shumë kundër sëmundjeve të reumatizmës, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren si receta natyrale për rrënjen e flokut, ciklet femërore, hemoroidet dhe ekzemat. Nëse vendosni hithrën në gishta ose dhe në zona të tjera të prekura nga artriti, mund të lehtësoni shqetësimin tuaj deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë të shumta në varësi edhe të mënyrës që doni ta përdorni atë. Sipas Elklaj, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga hithra. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar. Ajo çliron nga simptomat e artritit, lufton alergjinë, ndihmon me diabetin. I jep forcë fetusit e nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit të gratë leona. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon me fryrjen dhe dhimbjet e barkut si pasojë e menstruacioneve. Shkatron gurët në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e lartë të gjakut. Ndihmon me sëmundjet respiratore. Zhvogëlon inflamacionet. Redukton problemet e prostatës, minimizon të vjellat, lehtëson nga i ftohti, lehtëson nga diarreja, problemet gastrointestinale dhe konstipacioni. Duke u përdorur si larës goje, mbron dhëmën nga problemet e shumta, ndihmon në trajtimin e sëmundjes së Alzheimerit dhe sëmundjeve të tjera nervore, shkatron grimbat e zorëve dhe parazitët dhe mbron shëndetin e tiroides, shpretkës dhe pankreasit. Por si ta përdorni hithrën për të marrë përfitimet e saj? Mjafton të zjeni hithrat në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se të bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun, sepse hithra mund të ndikojë te një sër medikamentesh. Është provuar që nëse jeni duke marrë ilaçe për diabetin dhe pini lëngun e hithrës, atëherë niveli i rrahjeve të zemrës, tensioni i gjakut dhe sheqera në gjak do të ulen në ndjeshëm. Shumica prej nesh e kanë provuar një herë në jetë dhimbjen dhe përvelimin që ndjen kur prek hithrën, qoftë edhe në mënyrë aksidentale. Por çfarë ka kjo bimë që na djeg kaq shumë? Ekspertët tregojnë se ajo mund të përmbajë edhe element të njohur të elementëve të cilët nëse bien në kontakt me lëkurën, siç është histamina dhe serotonina dhe acetokolina, mund të ndërveprojnë me të dhe të shkaktojnë një djegje të fortë, e cila mund t'ju bëjë të mendoheni përsëri përpara se të doni të prekni hithrën.
Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.